Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar gjatë kësaj të martë kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për zbutjen e masës së sigurisë. Meta ofroi 50.000 euro garanci për të lënë qelin, por kjo gjë është rrëzuar nga gjykata. Së pari, sot është ditëlindja e presidentit zotit Meta, ku ai bën 57 vjeç. Në këtë datë sot u shqyrtua dhe kërkesa jonë, duke marrë parasysh faktin që seanca për çështjen e kalimit çështjes gjykim u mbyll në datën 18 dhe ne nisur nga ky moment ndryshim procedural, vendosëm që të bënim një kërkesë ku e paraqitëm gjykat dhe ajo nuk u shqyrtua nga zonja Gjoka, që në fakt do shqyrtuaj prej saj, pasi ajo e një aktet, i një provat dhe një gjithë dinamikën e ngjarjes dhe të gjykimit, por u gjykua në gjyqtar tjetër, për të cilën ne nuk shfaqëm kundërshti, por thjesht kërkoi prokuroria që ta largonte atë, pra ai ishte dorë, çështja vazhdoi, ne kërkuam, shtruam parashtrimet tona pse duhet ndryshohet masa e sigurisë ndaj zotit Meta. Gjykata nuk e pranoi, u tërhoq, pavarësisht se shfaqi një interes fillimisht për garanci pasurore, për të cilën unë isha disponibël, ja vendosëm në dispozicion dhe shumën e saktuar, shuma ishte në 50, pra e la në dëshirën tonë 50 milion lek, deri në 50 milion lek, të vjetra kuptohet, dhe gjykata pastaj nuk arriti dot të ngrihej në lartësinë, nuk e di kush janë arsyet, eci mirë seanca, por në momentin e fundit ka ndryshuar çdo gjë. Avokati i vlonjati presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, zoti Kujtim Cakrani, tha se betejë me drejtësinë për Ilir Metën do të vijojë. Ne do vazhdojmë betejën tonë, do bëjmë kërkesën tonë kur të shkojë çështja themel. Ju kujtojmë që kemi edhe kemi edhe çështje në datën 8 në gjykatën kushtetuese dhe kështu që jemi në rrugtimin ton për ta zvendosur masën ndaj presidentit. Ju e dini që ne nuk kemi asnjë kundërshtim për sa i përket çështjes, nuk kemi kërkuar sot as fajsi as pa fajsi, por kemi kërkuar që zvendësimin e masës. Pavarësisht se prokurori përsëri vazhdonte me justifikimet e tij për akuzat, por ne nuk ishim aty për akuzat. Prokuror ka qenë zoti Klapi dhe nuk ishim për akuzat aty, po ishim për zvendësimin e masës dhe arsyet pse duhet të qëndroj presidenti në bodrumet e 313-ës. Ky është turpi i drejtësisë së re. Ky është turpi për turpin e kësaj drejtësie dhe turpin e kësaj gjykate, e cila po mban prej 17 muajsh në paraburgim, edhe pse çështja ka kaluar në gjykim presidentin zotin Meta. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta depozitoi një kërkesë të re në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku kërkoi zvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg me një masë më të lehtë. Kërkesa u bë vetëm një ditë pasi gjykata vendosi kalimin për gjykim të dosjes penale ndaj Metës dhe disa personave të tjerë, përfshi Monika Kryemadhin, Fatime Kryemadhin, Piro Xhixhon dhe Ema Çokun. Procesi ndaj tij lidhet me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, ndërsa çështja tashmë ka kaluar në fazën e gjykimit në themel.